U zhvillua shqyrtimi qendror publik me rastin e paraqitjes së drap vendimit për shpalljen e kategorisë kufejve, statusit dhe regjimit të mbrojtjes së monumentit të natyrës Plazhi i Madh, si dhe drap studimit për rishikimin e kufejve, statusit e kategorisë dhe regjimit të mbrojtjes së kësaj hapësire të rëndësishme natyrore. Takimi organizuan nga Sekretariati për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Ekologji i Komunës së Ulqinit, në drejtimin e sekretares Arta Muçaj, në bashkëpunim me Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit, përfaqësuar nga Seata Xhibllahović dhe Gordana Kasum. Gjatë prezantimit u paraqiten të dhënat kryesore të studimit të hartuar që trajton për herë të parë në mënyrë të detajuar zonën e Plazhit të Madh, që prej vitit 1968, kur kjo hapësirë u shpall për herë të parë si zonë mbrojtur natyrore. Gordana Kasum nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit prezantoi konceptin e mbrojtjes për plazhin e Madh si monument i natyrës, duke theksuar se çdo aktivitet në këtë zonë duhet të jetë në përputhje me rregullat e mbrojtjes së natyrës. U sqaruan kufizimet për ndërtim, të drejtat e pronarëve privat, si dhe nevoja për leje të posaçme nga agjencia, me qëllim ruajtjen e vlerave natyrore për brezat e ardhshëm. Naravno, u studiji zaštite su, odnosno revizije su taksativno date sve smjernice i uslovi zaštite prirode koje mi izdajemo prilikom izdavanja akta uslovima i smjernicama zaštite prirode. I sve aktivnosti koje se budu sprovodile, da kažem, na ovom zaštićenom području, kada je u pitanju prostorno-planska dokumentacija, morat će prvo da dobiju akt o uslovima i smjernice zaštite od strane Agencije za zaštitu životne sredine i one će se apsolutno morati poštovati, što nije slučaj do sada bio da se poštuju u prostorno-planskoj dokumentaciji. Smo vidjeli da su razrađeni brojni moduli koji nisu u skladu sa konceptom zaštite sada važećim, a da ne govorimo o ovom. Mi i sada izdajemo akt o uslovima zaštite prirode sa ovim konceptom zaštite i Ministarstvo za izradu prostornog plana Crne Gore, a i sutra ćemo opštine za izradu prostorno-planske dokumentacije nižeg reda. Ono što treba još istaći da za projekte koje ne podležu zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu, za sve te aktivnosti se mora dobiti dozvola Agencije za zaštitu životne sredine na osnovu člana 40 Zakona o zaštiti prirode. To i sad radimo za sva zaštićena područja na teritoriji Crne Gore. Tako da su to neke obaveze koje će biti u odnosu na ovo zaštićeno područje prirode. Naravno, te obaveze su i do sada bile obavezujuće. Što se tiče upravljanja zaštićenim područjima, već sam govorila o tome, to je definisano Zakonom o zaštiti prirode i obaveze upravljača i donošenje plana upravljanja i sadržaja plana upravljanja koji će apsolutno uvažiti naše uslove i smjernice zaštite prirode. I sve aktivnosti morat će biti usklađene sa konceptom zaštite za ovo zaštićeno područje prirode. Naravno, postoje i u zakonu definisane posljedice u odnosu na vlasnička prava. Već sam navela da samo 4 parcele se nalaze u privatnom vlasništvu, međutim nosioci tog prava naravno imaju određene obaveze u odnosu na Zakon o zaštiti prirode, to je pravo preče kupovine. Znači, ako imaoc želi da proda nekretninu u sklopu koja se nalazi u zaštićenom području, on mora prvo da ponudi prodaju te parcele upravljaču zaštićenog područja. Naravno, ako upravljač ne prihvati tu ponudu, on mora po toj istoj cijeni da tu ponudu ponudi drugom kupcu. Znači, to je pravo preče kupovine. Naravno, eksproprijacija i ograničavanja prava svojine može da proglasi, da kažem, država i da se zbog zaštite određenog područja, ako je interes, onda to područje može da se od imaoca, da kažem, prava kupi te nepokretnosti. Naravno, Zakonom o zaštiti prirode je definisana i naknada za zabrana i ograničenja, posebno kada su u pitanju, recimo, prva zona zaštite i druga zona zaštite gdje postoje veće ograničenja nego što je to u odnosu na treću zonu zaštite. Naravno, to bi bilo ukratko, da kažem, sve što se tiče prezentacije današnje, a ovo na kraju je, znači, koncept zaštite koji je definisan novom studijom zaštite. Ja se nadam da će ovo zaživjeti i da ćemo budućim generacijama ostaviti ovo područje da i oni uživaju u njemu kao što u krajnjem slučaju mi uživamo i imamo itekako koristi i benefita od ovog područja. Me një fjalë përshëndetëse të pranishmit u përshëndeten nga kryetari i Komunës së Ulqinit, Gencin Imanbegu, i cili theksoi rëndësinë e mbrojtjes së trashëgimisë natyrore
dhe angazhimin e komunës për të ndërtuar një proces vendimarrës të hapur, gjithëpërfshirës dhe të bazuar në transparencë. Mirëdita të gjithëve, e nderuara sekretare Muçaj, poštovana gospođo Kasum, poštovani gospodine Hadžiavlović, poštovani predstavnici ministarstva, predstavnici civilnog sektora, građani, spari dua të fokusohem në aktivitetet që janë duke ndodhur sot në lidhje me komunën tonë. Ky studim është i punuar në vitin 2022, kurse në komunën e Ulqinit ka arritur në fillim të vitit 2024. E dini që fillimi i vitit 2024 ka koinciduar me shumë aktivitete edhe politike, dhe viti 2025 edhe me më shumë, sidomos me këtë aferën Allabar. Sektori jo qeveritar na ka përkujtuar zyrtarisht që ky dokument duhet të miratohet në komunën e Ulqinit dhe menjëherë kemi dërguar në shqyrtimin publik, shqyrtimi i cili do të përfundojë me një korrik. Unë i falenderoj sekretariatit të gjithë punonjësve të tij dhe shpresoj që diskutimi i sotshëm vetëm do të jetë një gur i ri për mbrojtjen e një hapësire i cili në këtë dokument definohet si 709 hektar. Kjo do të thotë se diku rreth 7.09 kilometër katror janë hapësire mbrojtur në nivelin të parkut të natyrës, apo që kjo quhet zaštićeno područje spomenik prirode. Duhet të përdori të dy gjuhat që të jemi të qartë. Po ashtu sot në Kuvendin e Malit Zi me procedurë të përshpejtuar duhet të shqyrtohet plani hapësinor i Malit të Zi. Ne si komunitet jemi shumë të vëmendshëm dhe kujdesshëm që mos të jetë edhe një herë kjo si planet hapësinore ku diçka aprovohet dhe vendoset në shpejtësi. Vrejtjet që Komuna e Ulqinit i ka dërguar kur ishte shqyrtimi publik në prill të vitit 2024, një pjesë është aprovuar, por jo vetëm për komunën tonë, kemi dëshirë që këto vrejtje, ky plan hapësinor të jetë në dobi të qytetarëve. Unë kam dëshim që do jetë plotësisht, pasi që ky është plan hapësinor i cili është punuar nga njëjta grup e njerëzve të cilët kanë përgjegjësi edhe për planet të mëhershme hapësinore. Planet hapësinore tregojnë në çfarë drejtimit një shoqëri duhet të zhvillohet. Aktiviteti i tretë, shpresojmë që sot në Kuvendin e Malit Zi të hyjë në procedurë 3 ligjet që kanë të bëjnë me decentralizim dhe me largimin e Moshkozllos. Janë 3 ligje të cilët 6 kryetarë të komunave i kanë aprovu, i kemi dakorduar bregdetare, i kemi dërguar me Bashkinë e Unioneve të Malit të Zi dhe shpresojmë që Kuvendi i Malit Zi të ketë sot ndjenjën e përgjegjësisë që të respektojë qytetarët e Bregdetit dhe të hyjnë në rend të ditë të Kuvendit të Malit të Zi. Të nderuar qytetarë, të nderuar përfaqësues ekzekutivit, sektorit jo qeveritar, zhvillimi i deri tanishëm ka treguar që konsumimi i hapësirave me ndërtimin e tepër, me ndërtimin e banesave duhet të ketë një fund. Hapësirën e planifikojmë për qytetar. Interesi i investitorëve nuk përkon çdo herë me interesin e zhvillimit të qëndrueshëm. Këto janë debate publike ku duhet të ngrihet zëri dhe të jemi të qartë çfarë zhvillimit duam. Pasi që të kthehen planet hapësinore komunave, sepse jemi në rrugë që të rithemelojmë agjencionin për planifikim, duhet të jemi të qartë se ky zhvillim i deri tanishëm nuk ishte zhvillim i cili ka mundsuar që në mënyrë të qëndrueshme afatgjate të shfrytëzojmë hapësirën. Por kemi potenciale të shumta, jemi të zëshëm që të mbrojmë edhe të vazhdojmë të mbrojmë kryporen me themelimin e ndërmarrjes të cilat do të menaxhojë atë. Jemi të fokusuar që edhe ky studim i mbrojtjes të jetë po në atë linjë.
Hapësirat tona janë hapësirat të cilat duhet t'ia lejmë të rinjve. Unë dëshiroj që ky debat të jetë i suksesshëm dhe si proces përfundimtar të aprovohet ky lloj studimi. Ju faleminderit. Në shqyrtimin publik morën pjesë përfaqësues të institucioneve shtetërore, ndërmarrjeve publike, dhe qeverisjes lokale, sektorit civil si dhe banor lokal. Kjo pjesëmarrje gjerë dëshmon për kushtimin e komunës së Ulqinit për të përfshirë komunitetin e vendimarrje që lidhen me të ardhmen mjedisore dhe zhvillimore të rajonit. Ky shqyrtim përbën një hap të rëndësishëm drejt mbrojtjes së përhershme të plazhit të madh, një prej pasurive më të vlefshme natyrore të Malit të Zi, që njihet për bukurinë e tij të rrallë, ekosistemet të pasura dhe vlerat ekologjike. Përmes shpalljes së kësaj zone si monument i natyres, synohet forcimi i masave të ruajtjes dhe menaxhimit të qëndrueshëm duke respektuar standardet kombëtare dhe ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit.